Nënë, a mos kemi ne si familje ndonjë histori nga lufta e Kosovës? Bi, se larg më këtë quar. E mbaj mund shumë mirë. Ishte koha e komunizmit, një periudhë e vështirë për të gjithë. Po sidomos për ata që iknin nga lufta. Unë isha me gjyshin, babin e hallën dënde, që mezi e kuptonin tensionin që mbizotron të jashtë. Një ditë, dëgjom hapa dhe zhym çantash te dera jon. Kur hapa, takuam një familje nga Kosova, e cila kërkonte strehim. Kishin vetëm disa çanta me rroba, ishin të lodhur e të uritur. Frika e tyre ishte dukshme në çdo lëvizje dhe në sy që shikonin rreth e qark. Po ti edhe gjyshi, çfarë bët? I futëm brenda me një herë. Gjysh dhe unë ndihmuam me çantat dhe i vendosën në dhomën më të madhe të shtëpisë, ku zakonisht flinim ne. Dam gjithçka që kishim, ushqim, batanie, rroba të ngrohta. Fëmijët e tyre të vegjël nuk zinin në vend nga frika dhe shikonin gjithçka me sy të hapur. Halla dhe babi jot u përpoqën të qetësonin, me lëra fëminore, t'ju rrinin pranë duke siguruar që të ndiheshin të sigurt. Si i kaluat ato ditë? Gjatë atyre ditëve, çdo moment ishte një sfidë, por përpiqeshin t'ju krijonin një ambient sa më normal dhe të ngrohtë. Gatuanim së bashku, ndanim histori dhe kujtime nga fëmijëria jonë. Dhe pak nga pak, fëmijët e tyre nisën të qeshnin dhe të luanin. Një natë, kur jashtë binte shi dhe frika ishte e madhe, ula pranë tyre dhe fillova t'ju tregoj histori për vendin tonë. Njëri nga tjemt, i vogël, më mbajti dorën fort dhe më tha me zë të ulët: "Faleminderit, nana. Ai shikim mes frikës dhe mirënjohjes më ka mbetur në zemër për gjithmonë." Sa kohë qëndruan ata? Qëndruam vetëm disa ditë, por gjatë atyre pak ditëve u krijua një lidhje që nuk do ta harroja kurrë. Pas 25 vjetësh, ende kemi kontakte me ta. Shpesh na dërgojnë mesazhe, na vizitojnë kur mundin, dhe fëmijët tanë flasin si shok të ngushtë me fëmijët e tyre. Për ne ajo kohë ishte edhe një akt njerëzor, por edhe fillimi i një misie të gjatë, të fortë dhe të qëndrueshme, e bazuar në respekt dhe mirënjohje të ndërsjellët. Po e shoh që të kanë hyrë në zemër. Kur kujtoj atë periudhë, zemra më dridhet. Ishte frikë, lodhje, tension, por edhe dashuri e solidaritet. Kur ata u larguan, fëmijët më përqafuan fort dhe më thanë: "Faleminderit, nana." Ato ditë më mësuan se dashuria dhe ndihma njerëzore nuk njohin kufi dhe lidhjet e krijuara në zemër zgjasin një jetë të tërë.